Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Tiranën, Belind Kolliçi, ka akuzuar qeverinë se po i bën presion elektoral administratës publike. Në një denoncim të bërë në rrjetet sociale, Kolliçi ka publikuar një foto të një formulari që sipas tij u shpërndahet punonjësve të OSHE-s, të cilët detyrohen të sigurojnë nga 10 votues secili për ministrin e brendshëm në detyrë Ervin Hoxha. Sipas Kolliçit, punonjësit përballen me kërcënimin e humbjes së vendit të punës nëse nuk përmbushin detyrën. Ai thekson se 2 numra telefoni të bashkangjitur në formular janë përdorur për të kontaktuar dhe verifikuar votuesit e listuar, çka përbën sipas tij një formë të qartë patronazhimi politik. Kolliçi kërkon ndërhyrjen urgjente të SPAK-ut, duke cilësuar rastin si manipulim flagrant të votës dhe një krim elektoral që duhet të hetohet pa vonesë. Ai thotë se një procedim penal mund të nisë menjëherë mbi bazën e këtij materiali, duke cilësuar çdo vonesë si të pajustifikueshme dhe cënuese për procesin zgjedhor. Ky është formulari me të cilin punonjësit e OSHE-s në Tiranë detyrohen të gjejnë 10 votues për ministrin e brendshëm Ervin Hoxha. Kërcënimi, humbja e vendit të punës, 2 numrat e telefonit të bashkangjitur janë numra të cilët telefonojnë votuesit e shënuar në listë për të vërtetuar votën pro të ministrit në detyrë. Ky patronazhim bëhet deri të premten një ditë përpara heshtjes zgjedhore. Task Forca e SPAK-ut mund të mjaftohet me këtë denoncim për të hapur një procedim penal, pasi faktet janë të hapura dhe manipulimi i votës skandaloz. Çdo vonesë është e pajustifikuar dhe cënuese për procesin zgjedhor, shkruan Kolliçi.